Është bukur të jesh njeri, është libri I fundit me poezi nga poetja korçare Mimoza Marko. Mes miq, kolegësh dhe antar të klubit të shkrimtarëve Bota e Re. Ajo ka promovuar këtë vëllim poetik në ambientet e bibliotekës Thimi Mitko. Për autoren ky libër do të tregojë bukurinë shpirtërore të njeriut në të gjithë dimensionin e tij. Mimoza Marko shpreh se është dashur shumë punë dhe kohë gjatë për t'u përkushtuar shkrimeve të saj, përposi impenjimeve si nën, mësuese dhe shkrimtare. Në shumë poezi të këtij libri kam përcjell atë ide që njeriu shpeshherë nuk e ka në dorë fatin e tij. Shpeshherë fati ose jeta na sjell situata paradoksale dhe gjendemi e shohim veten në udhkryq. Por e rëndësishme është që njeriu ka aftësinë të luftojë, ka aftësinë të ndryshojë situatat. Në këtë luftë të njeriut për të përhapur dritën kundër forcave të errta, ai rritet, piqet, ai formon, domethënë, karakterin e tij, dinjitetin e tij dhe shinjtërohet dhe bëhet I pavdekshëm. Miqtë kanë vlerësuar vëllimin me poezi, duke nxjerrë në pak stilin e autores dhe botkuptimin e saj. Është bukur të jesh njeri, nuk vjen si një pyetje, nuk vjen si një deklarat, por vjen si një finicion I një përvoje njerëzore që Moza ka mundur ta mbledh gjatë gjithë viteve të jetës së saj. Njeriu nuk është prej mishi dhe prej kocke, por njeriu përbëhet nga vlerat dhe antivlerat. Nuk vjen si një libër moralizimesh që të thot ty që duhet të jesh kështu, të jesh ashtu. Jo, vjen natyrshëm, vjen bukur dhe është një libër që unë mendoj që ndërthur brezat, ndërthur më të rriturit me më të rinjtë, sepse vlerat mësohen që në rini dhe këtë mesazh na I përcjell shumë bukur libri I Mozës. Të pranishmit kanë recituar poezitë e librit Është bukur të jesh njeri, ku nuk kanë munguar vlerësimet, tingujt e kitarës, por dhe lulet për poeten korçare, e cila, siç dhe shprehet, do të vijojë të shkruaj, pasi poezia është ushqimi shpirtëror për të.